Çfarë do të them shi tash? Erman Ermaçi do vdisnin, do dalje. Erman Ermaçi, njerëzit duhet të jenë të varfër ose çfarë ishte që idiocia që shkruajtën. Ja unë e gjeta veten me trajnim shitjesh që doja të rrisja shitjet e biznesit tim, edhe shkova në trajnim shitjes dhe e gjeta veten tuqa. Okay. What the fuck tash? Ç'a po ndodh me mua? Ç'a janë ato që bëni ju shitini kështu në ty? Të bëni kështu e fini dorën zemrën, bëni sytë e tjerë dhe i duket e çuditshme, domethënë ku njerëzit kërcejnë, këndojnë, qeshin, kush edhe qajnë për të shiruar ato gjëra brenda. Kjo duket e çuditshme, ndërsa të rrish gjithë natën tu pi edhe diellesh në gjithë trotuaret e bllokut nuk duket fare e çuditshme. Është nga gjërat më normale që ndodh vazhdimisht, edhe thonë njerëzit, "Oh, knaqe." Jam një i ri, 20 vjeç. S'kam asnjë kontakt, s'kam lek, jetoj me familjen. Kam një pasion vogël për dizajnin, po themi. Mirë të bëhet. Ajo Rika. Ajo normale godet me letër. Po kërkon investimin tënd të radhës? Extra Real Estate të sjell prona ekskluzive nga Dubai drejt Evropës, të sigurta, të besueshme dhe të përshtatshme për ty. Extra Real Estate, investo me mend, jeto me stil. Do të ndërtosh brandin tënd personal dhe të shpërthesh në rrjetet sociale? Radio Marketing është makineria krijuese pas videove më virale në Shqipëri. Strategji, xhirim, montazh, Radio Marketing i bën të gjitha. Zëri yt ka vlerë. Radio Marketing e bën të dëgjohet më gjerë. Frymëzohu nga historitë e shqiptarëve që po lënë gjurmë në botë. Sukses Made in Albania. Sjell në dritë vizionarët dhe sipërmarrësit që bëjnë diferencën. Ndiq rrugëtimin tënd, bëhu ti historia e radhës. Mirë se vini në podcastin e suksesit. Sot kam një person të veçantë, Ermal Mamaçin. Mirë se ardhe. Mirë se u gjeta, ndihem shumë i suksesshëm tani. Patjetër. Para se të nisim do të falenderojmë sponsorat, Ermal Mamaçi Training, Extra Real Estate dhe The Union Circle. Faleminderit se mbështesni misionin ton për promovim vlerash edhe sipërmarrje. Thank you. Ermal, te trajnimet tuaja thu që në momentin tënd më të suksesshëm si artist edhe në kulmin e famës e tjerë, pra kishe çdo gjë që mund të dëshiroj, po themi një ri, por që kishe një moment reflektimit me veten ose një rock bottom si quhet. A mund ta di si ka mundësi që ndodh kjo gjëja kur ke çdo gjë dhe ndoshta po. Unë gjurë besoj që gjitha ato ndjesitë ose momentet e vështira që na vinë në jetë vinë për të na treguar diçka, për të na dhënë një mësim shumë të madh. Dhe i drejtojmë gjithë atyre që në këtë moment nuk ndihen mirë me veten ose qoftë edhe me të mirën që kanë, me suksesin që kanë, që të mos trëmbën kaq shumë ose të marrin një moment dhe të kuptojnë që ndoshta ka ardhur momenti që ti të marrësh një mesazh, një gjë më të madhe se sa kjo që ke arritur dhe kjo e njëjtë situatë erdhi edhe për mua. Domethënë ajo që unë po përjetoja ishte një sukses në sipërfaqe, por që sigurisht e kuptova më vonë, vinte nga një boshllëk që kisha në brendësinë time, ndihesha i papërmbushur. Edhe siç thotë Tony Robbins, që është një nga trajnerët e mi, arritja e suksesit i papërmbushur është dështimi final. Dhe ti nuk do doje të isha atje në maj, sepse kjo është praktikisht ajo që bëjnë më shumë të raste këto artistët ose njerëz të suksesshëm që shkojnë atje, marrin famë, marrin lekët, marrin suksesin edhe pastaj vrasin veten ose shkojnë në drogë ose shkatrojnë veten. Unë sigurisht e kalova atë moment edhe vjen një pikë, besoj ju ka ndodhur secilit kur kalon një sfidë madhe, mbasi e kalojnë atë sfidë, ndjen një lloj mirënjohje që e kanë përjetuar atë sfidë. Sepse sigurisht mbasi e kalon një dhimbje, mbasi e kalon një sprov, ti ndihesh më mirë, vetbesimi jot është rritur dhe ti e ke marrë një mësim i cili do të bëjë ty më të lumtur se ç'ishte dhe kështu ndodhet edhe me mua. A duhet se s'bën të kemi një ngjarje të fortë, një që me kthy syt nga vetja jonë, me bën një introspektivë edhe me bën një ndryshim? Atëre, nga kjo pjesa e ndryshimit unë di këtë gjë, një nga gjërat që na mësojnë në fillim kur futemi në këtë botën e coaching, pra kur unë trajnohem për të bërë trajner, e para që na ka mësuar ka qenë kjo. Kur mos jep një mësim ose këshill dikujt që nuk ta kërkon. Pse? Sepse do të thotë kush të pyeti. Dhe e dyta nuk do ta vlerësoj atë që ti more. Nga kjo unë di një gjë që
mund t'i marrësh dikujt diçka me zor, por nuk mund t'i japësh dikujt diçka me zor. Nuk ja jep dot. Merr, por nuk e dua. Sidomos mendjen, sidomos mendimet. Dhe nëse dikush nuk do të ndryshojë, kjo nuk ka për të ndodhur kurrë, sepse në trajnimet e mia ose në për këto rrjetet ku ne performojmë në këtë industri, vinë për shembull vinë shpesh gra ose burra që thonë unë dua të ndryshoj burrin ose gruan time. Dua që ai të lepi gjozin ose të cilët mirë ose ndihet i depresionuar dhe dua që ai të ndryshojë etj. Edhe kur i them okay, hajde ta takojmë burrin ose hajde në trajnim bashkë me burrin, edhe kur e takoj ai thot jo unë nuk du të ndryshoj, unë jam mirë kështu siç jam. Edhe ti nuk mund të ndryshosh nëse nuk do të ndryshosh. Nëse do të ndryshosh dhe nëse do të bësh ndryshim radikal, dy janë sinjalet ose goditjet që ti mund ta bësh këtë gjë që të ndodhi. Ose një dhimbje shumë e madhe, një ngjarje dramatike, për shembull njerëzit kanë ndryshuar kur kanë shkuar në burg, ose kur kanë bëj aksident që kanë pa vdekjen me sy, ose kur kanë humbur gjitha lekët, ose kur kanë humbur dashurinë e jetës vet, ose një shok të ngushtë, një shoqe të ngushtë, ose kur kanë humbur një të afërm. Këto janë momentet ku ti shkon peak state, je poshtë aty peak emotional state dhe ti je shumë rënd. Dhe ti ke një mundësi për të bërë shift, se thu, unë e preka fundin, tani ka vetëm një rrugë ku unë shkoj lart, edhe ti e merr rrugën për të ngritur. E dyta është kur ti ke një dëshirë shumë të madhe, është dëshira këtu që të ndryshosh. Edhe po, ti ja del sepse fillon e shikon veten si të tillë, edhe ndryshimi do të vi. Këto janë dy forma se si mund ndryshosh. Të kuptoj. Cili ishte hapi i parë që bane? Se e di që pastaj ke filluar me u fute bota zhvillimit personal, spiritual. Cilat ishin hapat e para, si e gjete veten këtë? Ja, unë e gjeta veten me trajnim shitjesh, që doja të rrisja shitjet e biznesit tim, edhe shkova në trajnim shitjes dhe e gjeta veten tuqa. Okay. What the fuck, thash, që apo ndodh me mu? Domethënë trajnimi ishte për mindset, domethënë sigurisht shitsa duhet dinë se çfarë është produkti, por duhet dinë edhe se çfarë janë ata që shesin, edhe të ndihen si autoritet përballë klientit. Edhe unë kuptoj që isha katastrofë me ndjenjat e mia, me mendimet e mia, me programet, me kisha konflikte vlerash. Domethënë doja diçka, po performoja si diçka tjetër dhe aty bëra crash, edhe kam kaluar një periudhë vështirë që s'pëlqente asgjë. Thosha okay, hajde po jetojmë dhe sot. Domethënë zgjohesh mirë se thua okay, hajde të jetoj dhe sot. Ose po zgjohem nesër. Dhe kur pash këtë mundësinë që nëse ti shkon në këto trajnimet e zhvillimit personal, të motivimit, të rritjes tënde shpirtërore, me pak fjalë pash dritën në fund tunelit edhe kuptova që nëse unë ndryshoj mendimet e mia, nëse marr një plan dhe e kontrolloj nëpërmjet disa teknikave ose një dije të specializuar se si unë të organizoj mendjen time, të qetësoj shpirtin tim dhe të bëj një plan për rrugën drejt suksesit, funksionon, edhe funksionoi. Edhe nga që funksionoi, unë fillova ta bëj edhe më shumë të gjë, se kur ti e shikon që tjetri është smurën e ti e ke ilaçin, ti do plak, hajde, merr më mirë këtë se merr më të bësh mirë, merr më se jetu vdek. Edhe kjo është një nga gjërat që thon shpesh për shkak miqtë mi ose njerëzit që vinë atëherë, edhe që vinë tani thon, unë pas kam qenë të vdek o vlla. Sepse janë këto përjetime që ndodhin në këto trajnime që unë i bëj dhe në çdo trajnim që ne bëjmë, janë këto intervention që quhen pra ndërhyrjet shpirtërore, mentale, nëpërmjet meditimeve, nëpërmjet guided meditation, muzikë, drita, zëri, etj. Ti futesh në disa gjendje, të cilat të ndryshojnë ty vibrimin tënd, pra ndryshon frekuenca. Edhe ti kupton se ku po çedon dhe si ta zgjidhësh atë ngërçin emocional që të ka penguar dhe të çon ai të drive të dërgon ty sinjale se si të mendosh thua se ti bësh gjërat. Edhe në momentin që i shiron këto ngërçe emocionale, ti je i lirë, edhe thu po tash çfarë do bëjmë ne gjë më të mirë se sa kaq. Dhe kur unë e bëra këtë,
fillova ta bëj për disa nga miqtë e mi, pastaj fillova për familjarët e mi, pastaj për stafin tim, pastaj për njerëz të familjar të këtyre dhe përfundoja që merja hotele të ndryshme, i merra me qira, i paguaja vetë gjitha, domethënë vetëm i ftoja thosha, as do t'ju tregoj një shfaqje. Edhe një shfaqje që shkonte rreth 10 orë. Edhe ishin pikërisht ata njerëz që më thanë mua, "Ermal, do ta bësh të për të tjerët." Edhe sepse funksionon, domethënë ne patëm një ndriçim, patëm një zhvillim, patëm një përmirësim. Por sigurisht unë kisha shumë biznese në dorë dhe e bëja këtë gjë vetëm kështu në mënyrë shumë private, jo publike. Dhe duhet vinte pandemia që gjitha bizneset e mia të mbylleshin, edhe unë të merja telefonin dhe duke bërë një puro aty në mes të pandemisë. Kam bërë një video, ka qenë një datë në aprillit. E vura telefonin aty, ndeza i puro edhe bëra i video duke i thënë njerëzve do vdisni. Kuptimin e mirë të fjalës se çfarë do të them shi tash. Ermaçi do vdisni, do dalje. Ermaçi, njerëzit duhet të jenë të varfër ose çfarë ishte ajo që idiotësia që shkruajtën. Po unë thash që mos lexoni romane, por lexoni libra që do t'ju duhen, sepse nëse sot vlen 10 pikë, nesër kur të hapet planeti dhe të marrë pandemia, ti që vletë 10 pikë do vlesh 5 pikë. Edhe ajo matja fillon edhe bie, kështu që ti duhet të rrisësh vlerat. Edhe filloi dhe besoj që aty ka filluar kjo. U bëra një call to action, thash, sa vetë nga ju duan të marrin më shumë informacion për këto çudirat që po flasun tani, domethënë duke pi puro. Edhe për 10 minuta 2000 veta u antarsuan. Thash klikoni linkun 2000 veta. Numrat bëjnë vetën, nuk ka diskutim, por që e pash që njerëzit ishin gati, sidomos në atë pikë. Edhe unë fillova që në pandemi ne bëshim webinare online, edhe në atë kohë njerëzit mësuan çfarë është Zoom-i. Google Meet, nuk dini, po ku klikohet, po si. Dhe që nga i moment e deri tani ka filluar kjo thirrje, kjo nismë, kjo frym që besoj po ndikon në mindsetin, një rizimin e shqiptarëve në këtë botën e rritjes personale, shpirtërore dhe të energjisë pozitive. Super. Do kthejmë një hap të vogël mbrapa, më the që vinë shpesh për shkak gra ose burra dhe kërkojnë një ndryshim të partnerit. A ka kozgjatje një çift? Jo me ndryshu partnerin. Të ndrysh... Lem. Dojnë me ndryshu dikë tjetër. Jo. Me ndryshu brendësisht. Brendësisht, jo se kështu ma bëj një burr tjetër. Po. Se kështu, ja kështu si e ti dhe ha unë pasaj. Marrën magjik dhe unë vinë ndryshojnë burrat. Po, nuk jo, në fakt e kemi agjenci dashmash, po jo martesa. A mund të ketë kozgjatje një çift ku njëri kërkon rritje dhe zhvillim personal spiritual ndërsa tjetri jo? Fatkeqësisht është shumë e rrezikshme kjo. Okej. Sidomos në këto rritjet shpirtërore. Se unë besoj që nëse një çift ecën, pra jetojnë bashkë, ndajnë njëtin krevat, njëtin çati, duhet të ecin bashkë, të hanë bashkë, të peshojnë njësoj. Domethënë këto diferencat, qoftë edhe të peshës, nuk e ndihmojnë çiftin, sidomos nga pikpamja shpirtërore tani. Po dhe unë i them gjithë, kur vinë këto trajnimet e mia, nëse je i martuar ose ke një partner, merr edhe atë se kur shkosh në shtëpi do duket sikur ai po flet arabisht, nuk do kuptoheni. Në këto trajnime diçka brenda teje ndryshon dhe ndryshon përgjithmonë. Një lloj energjie preket dhe ti fillon edhe ndryshon, bën një shift, bën një ndryshim në mindset, në mënyrën se si mendon, se si shikon gjërat, edhe padyshim që nëse ky ndryshim ndodh vetëm tek ty, nuk do kuptohet nga ana tjetër. Është bërë një eksperiment me këto, madje mund bëhet kush i ka dy piano forte, nga ato me kord. Vendosen dy piano, e di këtë? Vendosen dy piano me i dhom. Të dy pianot janë të akorduara, janë të intonuara, njësoj në të njëjtin ting, në të njëjtin not. Do. I bie pianos njërës piano, do, dhe
magjia ndodh që sapo bie piano do, tingulli do, i njëjti tingull tek e njëjta oktavë, e njëjta notë do fillon dhe vibron tek piano tjetër. Kjo është fuqia e vibrimit. Tani kemi përsëri këto dy piano. Po i rash las, vibron laja etj. Sepse prekin tingujt, prekin të njëjtin tinguj. Po nëse janë të intonuar njësoj. Bravo. E çintonojmë këtë piano. E intonojmë një ton më lart ose më poshtë. I bie ti dos, nuk bie doja këtu. Bie një notë tjetër sipas intonimit. Që do thot njerëzit kanë mendimet, dhe mendimet janë vibrime, dhe vibrimet ndikojnë ke njëri tjetri, dhe nëse ne nuk jemi të intonuar në të njëjtin vend, do të thotë që un po dukem ty tash kështu si jam. Po. Nuk kupton. E kuptoj që se kuptoj. Okej. Po sfidat e para që ke has rrugës kur fillove të zhvillimi personal. Por edhe te Ermal Mamaçi training. Atë kanë kuptuar ta njerëzit në fillim se çai të bëj? Sigurisht jo. Domethënë ne vazhdojmë akoma me ekipin e marketingut dhe të shitjes që t'i shpjegojmë njerëzve çfarë janë këto trajnime, që nuk janë magji, nuk këndojmë kanatiere, nuska, kështu gjërash, nuk presim flok, edhe t'i përzihem me gjak korbi, çan ato. Ke parasysh si bëhen to magjitë? Po unë si thosh i justifikoj gjithë njerëzit që kanë qenë kundra, shumë janë kthyer, kanë ndryshuar mendim, sepse edhe konsistenca është një lloj prove që unë kam seriozisht të gjën, edhe nuk e bëj thjesht për show ose për përfitime vetëm personale. Ideja e kundërshtisë vjen nga padituria e njerëzve për një koncept i cili duket i çuditshëm. Çfarë janë ato që bëni ju kështu, dini kështu në aty e bëni kështu, e vini dorën zemrën, mbyllni sytë e tjerë, dhe i duket e çuditshme, domethënë një gjendje e tillë ku njerëzit kërcejnë, këndojnë, qeshin, ndihen mirë, fokusohen, përqafohen, nuk e di, këndojnë, bërtasin, ndoshta edhe qajnë për të shiruar ato gjëra brenda. Kjo duket e çuditshme, ndërsa të rish gjithë natën të pi edhe të vjellësh në gjithë trotuaret e bllokut nuk duket fare çuditshme. Është një gjë më normale që ndodh vazhdimisht, edhe thonë njerëzit, naqe. Dhe besoj që po kalon kjo fazë, jashtë ka shumë vite që këto janë shumë në trend dhe ndihmojnë që nga njerëz të thjesht deri ke njerëzit që janë drejtimet e bizneseve multimilionere për ta përjetuar jetën më mirë, pra për të jetuar një jetë me pasion, për zgjidh streset, hallet dhe për të si thua ndihmuar të tjerët ta bëjnë punën më mirë, ta realizojnë më mirë. Kuptoj. Sfidat i kuptova, po ato momentet e para kur e kuptova që kjo funksionon ka din. Ja, e kuptova kur pash i sall me 200 veta që erdhi me lot në sy më përqafoi dhe më tha, besoj se jeta ime ndryshoi. Edhe kjo personi i parë në fakt që e ka kuptuar këtë që kjo funksionon jam unë. Kur kam qenë në këto trajnime jashtë, edhe e kuptova se si ndryshoi gjendja ime, se si brendësia ime lëvizte, domethënë e kuptova, ndjeva energjinë time të bënte shift, ndjeva mendjen time të ndryshonte fokus, edhe energjia ime të rritej, dhe thash, nëse kjo funksionon për mua, mund të funksionojë edhe për tjerët, për vllajën tim, për prindrit e mi, për stafin tim, edhe kështu me radhë. Kështu që aty kam kuptuar, kjo vetja ime. Të lëmë me një dëshirën e njerëzve me ndryshu, por nga ana potencialit, a e kanë gjithë potencialin me ndryshu, me u përmirësu, apo ka njerëz që janë të predispozuar për me ndryshu ose me u përmirësu më shpejt se tjerët? Asnjëri nuk është njësoj, gjithë kanë ato nivelet e veta të vlerave, të eksperiencës në jetë etj etj. Por pika kyçe e ndryshimit është dëshira. Unë jam marrë për shumë me shumë në ato fillimet e mia, jam marrë edhe me njerëz të ekipit tim, për shembull që i kisha në staf, edhe
doja ti rrisja, ti ushqeja me trajnime, me motivime tjerë. Mirë po, kuptova që Jo gjithë. do më thënë, po më harxhoni kohën kot, disa nga ata. Edhe mora një mësim që ti mund t'i hedhësh dru një zjarri të ndezur. Po nëse i hedh dru një zjarri të fikur, hidhi sa dru të duash, ai s'ka për të ndez kur, nëse s'ka shkëndij aty, nëse ai është i fikur, thjesht ndrysho pozicion dhe po ndryshosh gjej dikë tjetër. Dhe këto janë ata njerëzit nga të cilët ne duhet të ruhemi, pra njerëz që thon kshu jam unë. Çfarë të bëjmë? Kshu jam, nuk e di pse. Po kjo fjalë nuk e di pse. O zoti mos. Bëni një pyetje, nuk e di pse. Po si se di mama? Si se di pse? Nuk e di pse. Ja kshu, nuk e di pse. Okej. Edhe që në atë moment kam një kështu si thosh energy detector dhe ka disa pyetje që janë shumë interesante që ti mund ta bësh për ta identifikuar një person a ha pyka jo me pyk se do thonë që Ermali ha pykën. Lajm. Po kur ti e kupton që një person ka dëshirë për të rritur apo jo, do apo s'do të rritet. Dhe nëse po, atëherë bujrum, hajde punojmë, ta gjejmë si çfarë është ajo që të motivon ty, si mund të punosh ti që të bësh më mirë. Dhe kështu, por nëse jo, thank you and goodbye. Kur ti je gati, ne këtu jemi. Është shumë e rëndësishme besoj me pas individualisht këtë dëshirën për rritje personale. Po në shoh edhe shumë njerëz që janë të sinkronizuar në trajnime. A të ndihmon edhe trajnimi ose rritja në grup, pra për krah të tjerëve? Padyshim që po. Quhet një koncept accountability partner. Okay. Është një person i cili kujdeset për ty, ashtu siç kujdesesh ti për të. Un kam një grup që quhen Platin Members, ata janë mbi 50 veta, tash më shkojnë në 100. Dhe këta janë ata që unë i marr një vit dhe merrem çdo 2 javë, ne bëjmë trajnime, qëndrojmë bashkë, flasim për ditë në telefon. Edhe kalon në një gjendje si një familje e dytë ku ne ndajmë sukseset, ne ndajmë sfidat, ne ndajmë mendimet, po pse jo edhe kohën tonë për të bërë qef, dhe po grupi ndihmon, ashtu siç edhe grupi pengon. Pyetja është cilin grup do zgjedhësh ti? Se besoj është për edhe e famshme kjo që ti je mesatare e 5 njerëzve që kalon më shumë kohën. Kështu që nëse do të rish me 5 idiot, kalofsh mirë, nëse do të rish me 5 njerëz që duan të rriten, është në dorën tënde. Kuptova. Këtu kemi 8 pyetje. Janë pak më të thellë se zakonisht. Mund të zgjellim 2 ose 3, o pastaj vazhdojmë me pyetjet tjera. Okej. Këta janë pyetje kështu. Do të zgjell pyetja ty më duket, jo ti. Atë çokoladën e ngrënë ti? I kam, po. I mora. I hapa kështu. Po. Rage të i hap. Ta hap? Po. Ermal mama që i hap Google. Çfarë është suksesi për ty? Suksesi ka një definicion që mund të ndryshojë në kohë të ndryshme, në momente të ndryshme të jetës. Po për mua suksesi në thelb është paqja e mendjes time. Dhe ka disa rregulla që të arri paqja e mendjes time kur nëse për shembull familja ime, njerëzit që un kam pranë janë rregull, kjo ndikon tek paqja e mendjes time dhe për mua ky është sukses. Pastaj nëse do shohim në aspektin e biznesit, suksesi im është nëse njerëzit që unë trajnoj kanë sukses dhe janë ata të lumtur, dhe bëjnë ata sukses. Ky është suksesi im në nivel biznesi. Të bëj një mini pyetje kështu. A është pak edhe çështje egot nëse njerëzit bëhen suksesshëm nga ndihma jote? Se unë kam has për shkak me klientat e mi. Është pak çështje egot se nëse dikush bëhet i suksesshëm, unë kam ndihmuar me marketing, po themi, mbaj çe filmu personalisht, a kupton? A është çështje egot e mirë? Shiko, ajo është një ndjenjë e cila vjen natyralisht, por unë përpiqem t'ja më njanoj vetes këtë lloj situatash, këtë lloj ndjenjash, edhe ajo që di nga pjesa e
liderit, e mentorit, e trajnerit, e udhëheqësit, është që një lider i vërtet bën që mbasi ata bëjnë suksesin, ata të thonë, ja dola vetë. So, dhe kjo është e vërteta në fakt, sepse unë thjesht prezantoj energjinë, prezantoj teknikën, po punën do ta bëj secili për vete dhe këtë detyra e një lideri është që të fuqizojë njerëzit që ecin me të në rrugën e tij. Jo t'i bjerë grushtit, gjoksit dhe thot unë të bër aty etj idiotësira nga këto të tilla. Kuptova. Vazhdo me pyetjen 2. Kush është Ermal Mamaçi në esencë? Janë pyetje nga universi. Pyetje, plaka unë besoj që me këto eksperiencat e ndryshme që kanë bërë shpirtërore, edhe se njeriu sa më shumë rritet, aq më shumë, si thosh, merr informacion, dhe unë kam lexuar shumë, kam përjetuar shumë ngjarje të ndryshme shpirtërore, edhe të cilat më kanë sjellë në një pikë të interpretimit tim për pjesën e universit ose se kush jam unë, që dhe kam arritur në pikën që unë besoj që jam i shpirt i lirë në kërkim të vetes. Do të thënë, jam dikush që kërkoj të di kush jam. Pyetja është, nuk është kush jam, po çfarë do bëj kur ta marr vesh? Okej, vazhdo me tjetër. Okej. Versionin ton të vjetër, a duhet ta vrasim apo ta përqafojmë? Okej. Sigurisht që ose versioni jot i vjetër nuk është nuk e i lumtur me atë variant, dhe siç e dim neve ose përmirësohemi ose përkeqësohemi. Unë ju këshilloj që të bëni disa pyetje shumë të thjeshta. Është një teknik që quhet zero based thinking. Është mendimi nga zero. Edhe pyetja është kjo: duke ditur këtë që di, a do ta bëja më këtë që po bëj? Dhe ti për çdo ngjarje në jetën tënde, për çdo udhkryq që ke marr, në rrugë që ke marr në udhkryq, ti pyet veten, duke ditur këtë që di, a do ta, për shembull, unë erdha këtu ke ty tani. Dhe jemi ndoshta në gjysmë të intervistës. Edhe unë i bëj pyetje vetes, duke ditur këtë që di tani. Se e dija që do vija këtu, do ishte mirë, studio do ishte kështu, ti do bëje ca pyetje që do më pëlqejnë ose jo etj, dhe erdha. Tani, në këtë pikë që jam, duke ditur këtë që di, a do ta bëja më këtë që po bëj? Nëse përgjigjja është po, atëherë unë vazhdoj të bëj intervistën. Nëse përgjigjja është jo, unë çohem dhe iki, sepse nga kjo di që sa do gjatë ke ecur në rrugën e gabuar ktheu. So, nëse ne pyesim veten që për këtë versionin, duke ditur këtë që di tani, ky version i vjetër, a më shërben mua? A do ta bëja prapë të që bëj? Po. Nëse po, përqafoj, nëse jo, largoje dhe po, nëse versioni jot i vjetër ka vese të cilat po ta shkatrojnë të ardhmen, do ta vrasësh. Duhet bërë sa harakiri. Po. Okej, e kuptova. Në kuptimin figurativ të fjalës, Patjetër, se mos është entertainment purposes. Yes. Okej, super. Nga ana spiritualitetit thuhet që duhet jemi të butë, duhet jemi dashur, empatik etj. Nga ana biznesit thuhet që duhet jemi agresiv, pushi, me shty përpara etj. Si e gjen ti balancën mes të dyjave? Se e di që je një biznesmen shumë i mirë, edhe një person shumë i thellum shpirtërisht. Shumë pyetje mirë kjo. Në biznes ne na thuhet që ti jemi gladiator. Kur je në biznes, ti do dalësh atje në luftë, o do vdesësh, ose do të vrasin, ose do i vrasësh. Në kuptimin që ose do e marrësh ti klientin, ose do ta marrë ai tjetri. Dhe unë kur futem në një biznes, kur futem në një garë, futem gjithmonë për të fituar. Asnjëherë nuk los
sikur sikur po los. Edhe këtë bëj edhe me kalamajt e mi. Shumë kur los unë, edhe me kalamajt do fitoj unë. Se lën kështu me fitu. Jo, pse ta le unë, vjen ami thot po lemë. Po mos e krea në traum fëmijës për shkak. Jo, ai duhet të di që ne unë e kemi seriozisht lojën. Okej. Edhe thotë, po le të fitojnë që jorë, unë kam fajin që i vogël. Unë do los do fitoj. Tritet më shpejt. Sa vjeç e ke djalë? Ne i loja leo kështu. Po. Unë e luaj lojën për ta fituar. Po, ishte i batut kështu. Sa vjeç e ti thotë baba djalit? 8 vjeç. Kur isha në moshë 7 anë isha 10 vjeç. Kështu që bukur. Për të kthyer tek pyetja, po kam kuptuar një gjë tash tek pjesa e kjo agresivitetit. Ne nëse jemi të qartë për klientin ton, pra për quhet client persona në gjuhën e biznesit, është personaliteti i një klienti, avatari, kush është ky person. Po. Sa vjeç është, ku jeton, ç'a ha, ç'a pi si vishet, ç'a shef, ç'a pëlqen, kë ka shok, etj. Sa më të qarta kemi ne këtë, aq më laser focus do jemi në targetimin, në marketing, shitje, etj. Dhe do ndërtojmë një le të themi experience shitje, funnel. Po, një funnel që do ta konvertoj këtë lead në klient më mirë. Tani plak është një gjë tjetër që e kanë zbuluar së fundmi dhe vjen nga Aristoteli në ato kohët e hershme, zotat e Greqisë që kanë qenë atëherë antikitetit. Nuk merreshin duke i gjumu njerëzit, i shkonin nga mbrapa, hajde këtu se unë jam zoti, hajde, por ata merreshin me energjinë e tyre, ose ruanin energjinë e tyre, krijonin një lloj atmosfere dhe ata ngriheshin lart në mënyrë që tiknin mbi njerëzit, që njerëzit t'i adhuronin. Okay? So, duke marrë parasysh të gjën, në fillim edhe mia në këtë pjesën e sulmeve të biznesit, kap këtë, merr atë, targeto këtë etj. Jo se nuk i bëj tani, por kam bërë një strategji tjetër. E kemi kthyer syt nga vetja. I kemi kthyer syt nga kualiteti i produktit. I kemi kthyer syt nga un po jap shërbimin më të mirë. Klientët që vinë do t'i trajtojmë në këtë formë. Dhe nuk merremi me shku me gjetë klientët, por merremi me energjinë tonë, merremi me rritjen e vlerës tonë, me këtë magnetin e madh që është brenda nesh, ta pastrojmë, ta qartësojmë që kush është ky client persona që neve do të na duhet, dhe ndodh që nuk shkojmë ne ke klient, po vin klientët ke neve. Dhe ka funksionuar, jo sugjeroj domethënë që marketingu më i mirë është word of mouth. Fjala e gojës është marketingu më i mirë. Dhe nëse ti jep shërbimi, kualiteti i lartë i produktit është marketingu më i mirë. Nëse ti bën një dorëzim shumë të mirë produktit, edhe kujdesesh që klienti të marrë vlerën më të mirë, over deliver, jepi më shumë se ç'premton, ai klienti i kënaqur do vi të cilë vllajin ose do të cilë shokun ose do vi prap. Edhe kjo është që lidhet edhe me paqen time shpirtërore, edhe me agresivitetin treg që mund të bëhet një lloj balanci e tillë. Kuptoj. Shikoj që ke shumë pasion për marketingun edhe shitjet. Kam një gjuhë, një shprehje, nuk kujtohet autori, por është i famshëm, më sa më mendon, thoshte që nëse ti je tu fokusu shumë te shitja, do të thotë që nuk je tu bë marketing aq të mirë. A je dakord me këtë shprehje? Nëse po fokusohesh shumë tek shitja, po, nëse shitja të merr shumë energji, do të thotë që nuk je tu investuar shumë tek marketingu, se ke marketing të mirë. Shiko, është shumë komplekse kjo pjesa e marketing shitje. Edhe janë shumë ndërthura, ne do të shohim që përsëri duhet të ketë një lloj balance në këtë, dhe ka një lloj zinxhiri që duhet u ndjek me kujdes, që në momentin kur ti e fillon po themi fushatën ose ke vënë produktin në vitrinë, deri ke çfarë ndodh me produktin derisa ta marrë klienti, shërbimin që ta marrë klienti. Dhe un jam partizani i kësaj fjalës që i bëjmë një sistemin, i bëjmë një gjërat në fillim, siç duhet, pra ndërtojmë fushatën, ndërtojmë skriptin, bëjmë role play, shohim si janë kundërshtitë e zakonshme, do ka shumë shica për shkak që dalin atje në treg.
edhe kanë frikë ose thonë që inshallah s'ma bë këtë pyetje për produktin, se unë s'di si t'i përgjigjem kësaj. Edhe rinë me frikën që klienti mos bëj ca pyetje që këta si din përgjigjen dhe kalon një vit dhe ata nuk merren që thonë, "Ore, kam këto pyetje tholla." Nëse ndodh kjo pyetje, si do t'i përgjigjem unë kësaj pyetje? E mësoj edhe kam gati, këto janë armë që ti ke aty. Çfarë është pyetja? Po, urdhëro kam këtë përgjigje. S'pëlqeu kjo, kam këtë përgjigje tjetër. Dhe kjo është që ti kushtosh vëmendje, domethënë shitjes në nivelin e duhur për të bërë rezultat. Kuptoj. Me që e kam edhe profesion, kam vure që ti investon shumë kohë te brendi personal. Pse është kaq e rëndësishëm për ty sot në këtë fazë të tregut? Unë besoj që asetet, ky është një lloj aseti që ne kemi. Edhe ne në çdo, le të themi, veprim që bëjmë, ose ndërtojmë ose shkatrojmë imazhin ton. Çdo gjë që ne bëjmë, domethënë kjo intervistë, si dola në rrugë, si piva kafe, si fola me klientin, si performova në një vend, ose ndërton, ose shkatron imazhin e kompanije, imazhin e një produkti. Dhe është shpreha famshme që në fillim punova për emrin, pastaj emri punon për mua. Kështu që besoj këtë kam ndjekur dhe unë. Puno më shumë se ç'paguhesh, që të paguhesh më shumë se ç'punon. Kuptova. Super. Di që e një shis shumë i mirë. Edhe publikisht falenderoj edhe që ke sponsorizu podcastin, edhe misionin ton për vlerat edhe si përmarrjen në Shqipëri. Tash du me të vu pak on the spot. Yep. Ma shit produktin, pse duhet vini si përmarrës të podcasti jon? Te ky podcast. E para duhet përgatitesh për këtë gjë. Duhet bëjmë sa pyetje interesante, por ajo që të fokusohesh unë për t'u, le të themi, për t'ia shitur këtë podcast klientëve të tjerë, nuk është ajo që do marrin. Por do fokusohesh ke ndryshimi që do i ndodhte jetës atyre mbasi të kishin ardhur në këtë podcast. Pra çfarë ndryshimesh do të shikonin ata ke biznesi i tyre, çfarë këto gjëra. Jo, dhe shpesh herë gabimi kryesor që bëjnë shumë shica është që shiko, do paguash kaq lekë, do marrësh këtë, do marrësh këtë, do marrësh këtë, do marrësh këtë. No. Do paguash kaq lekë, po jeta jote do ndryshoj këtu dhe këtu. Ti nuk do të jesh më ky. Ti do të bëhesh ky. Se njerëzit nuk duan çfarë do marrin, njerëzit duan çfarë do ndryshojnë. Po, rezultatin. Duan ndryshimin, duan ndryshimin. Dhe këtu do fokusohesha tek kjo gjë. Por nëse do të themi frazë shpejt, më kanë thonë shumë njerëz, për shembull, që e kishin parë logon time tek podcasti jote dhe më bë shumë qefi që ky investim u shpërblye me brand awareness, me pamjet. Faleminderit. Pse vendose me sponsorizu podcastin? Po, e para fare, më pëlqejnë njerëzit si ty dhe si grup kolegët e tu që kanë filluar një rrugë për të hedhur dritë mbi shqiptarët. Domethënë mund të bëni çdo lloj podcasti tjetër, dhe ka sa dush podcasta, me të thënë drejtën, por ky është i veçantë dhe ose më saktë është kjo frekuenca ime, ai vibrimi im. Unë besoj që ti dhe grupi jot jemi bashk tek ajo që quhet ushtria e luftëtarëve të dritës. Dhe ndoshta në fillimet e tua, qoftë edhe tani, ti nuk po kap milionat akoma. Fjala akoma është shumë e rëndësishme. Nuk po kap milionat akoma, por padyshim që po bën diçka që nesër pas nesër do të krijoj një produkt, një imazh, edhe ti do jesh në avantazh në këtë niche, pra në këtë industrinë e këtyre programeve të suksesit për sa i përket ngjarjeve që do ndodhen. Kështu që unë dua të mbështes, du të ndihmoj njerëzit që janë
si raca jonë, domethënë, e di vetë. Kuptova. A kuptut? E këtyre pozitive. Këto raca këtyre Pozitivet, po. Super, shumë faleminderit. Pyetja tjetër. Do të përfitoj nga rasti me marrë një mini mentorship live prej teje. Alright. Unë kam 5 vite që punoj me radio marketing, ndërtoj brende personale. Marr një sipërmarrës që ka një sukses të fushave, njifet të kolegët e vet të fushave, por jo shumë në mas. Edhe ndihmoj më bë të famshëm, shkurt, miro shkurt. Ndërsa kam podcast që kam 6 muaj që e kam nis. Edhe më vjen pak i natë kështu me veten se njerëzit njoftin tash si podcaster, jo si marketer. Çfarë më sugjeron ti? A ti jep më shumë fokus podcastit, me që ka më shumë awareness, po themi, apo agjencisë marketingut? Apo të dyja? Shiko, produkti jot që të jep më shumë të ardhura, cili është? Radio marketing. Radio marketing. Pra jo podcast. Momentalisht. Pra jo podcasti. Po. Produkti që të bën më shumë të vizual, të shikuar, Podcasti. është podcasti. So, podcasti është rrjeta e madhe. Është një mënyrë se si të shkosh edhe të bëhesh i njohur. So, sepse your network is your net worth, edhe ti duhet të hedhësh rrjetën e madhe, të kapësh këto peshit, edhe ke këto peshit do të futesh te kjo kova tjetër, ose ashtu. Kështu që unë besoj që jetu shumë mirë, edhe kjo është një formë që nuk e di a ke menduar apo jo, por është një strategji shumë e mirë. Edhe vazhdo bëje këtë gjën, mos e ndërprit, deri në momentin që kjo nuk bëhet pengesë për ty. Pra do vi një moment që ti do jesh aq i njohur sa nuk të duhet më për të vazhduar për të bërë këtë gjën, dhe në këtë moment pastaj do fokusohesh, do bësh laser focus tek ato produkte që t'japin më shumë fitim në më pak kohë, edhe me më pak effort. Super. Ma nis faturën mrapa për këtë mentorshipin. Jam një i ri, 20 vjeç. Sapo kam marru shkollën, nuk kam njoftje, nuk kam kontakte, nuk kam lek. Por kam një skill, po themi. Mund të jem një graphic designer, mund të jem diçka. Si t'ja nisi, që janë gjanat e para që të bëj, sepse kam shumë dëshirë me u rrit. Sa vjeç je? Jam një i ri 20 vjeç, sapo kam marru shkollën. Po. Ose universitetin, po themi. 21. Yeah. S'kam asnjë kontakt, s'kam lek, jetoj me familjen. Kam një pasion vogël për dizajnin, po themi. Mirë të të bërë. Ajo rika. Ajo normali godet me letër. Shiko, sa është arme fto. po, çfarë mund t'i këshilloj një të riu të tillë? Hapet e parë. Po, hapet e parë. Po. Ose skills, se di që ti ke lexuar 200 libra, më shumë se 200 libra, edhe ke kompresu dijen, edhe jep nëpërmjet mentorshipit, nëpërmjet trajnimeve të tjera. Te ana e skills. Komunikimin, ushtashitja e tjera. Ku duhet t'ja nisi on si një i ri? Unë sugjeroj që të shkosh edhe të punosh falas si fillim, tek kush janë më të mirët në vend. Gjesh një mundësi që të futesh te ky grup njerëzish, edhe të mësosh punën. Domethënë, internshipi është jo shumë i preferuar në këto kohë e fundit, sepse njerëzit sa dalin nga banka e shkollës duan të marrin milionat, duan të blejnë jatin, ka sa idiotësi kështu, domethënë është e vërtetë që në kohët e sotme me teknologjinë mund të bëhesh shumë shpejt i pasur etj, por në një le të themi mesatare të përgjithshme të botës duhen 20 vjet që ti të bëhesh milioner. Të duhen 20 vite punë, 20 deri në 30 vite punë, që ti të bësh milionin. Dhe këtë duhet ta kuptojnë njerëzit që presin që sa bën një vit punë, duan që të fitojnë 100.000 euro në vit, ose 200.000 euro në vit, ose 1 milion, dhe pastaj pra është interpretimi që kanë këto që krijon paradoksin edhe e saboton këtë person që të futet në punë edhe të filloj rritjen në mënyrë natyrale. Kështu që unë do ju këshilloja që shko tako një person suksesshëm, edhe thuj, unë të lutem lejo të punoj për ty falas, ose nëse do paguash diçka jemi pritur, po mund të punoj edhe falas, dhe më mëso se si unë të
mësoj disa aftësi që do më bëjnë mu jetë më të mirë. Nëse ke ndonjë ide unike, kjo është tjetër punë pasaj. Nëse ke diçka unike që nuk është në treg, ose që ti e beson shumë që kjo ide do të shpërthej, që do bësh nga njëshi, do bësh 1.1 dhe do kesh sukses në këtë, mos merr lek borxh, sepse kjo është një mënyrë shumë e rrezikshme që kanë përfunduar njerëzit nga s'kam lek në kam lek borxh tash. Janë zhyt më shumë edhe kanë shkatruar jetën sepse kanë ne gjithkohës të paguar me 10 vite me radhë lekët që të një biznesi të dështuar. Unë them që gjej një person i cili i ka lekët dhe punon në mënyrën se si do ja prezantosh të idenë tënde unike, dhe në këtë bashkim ti mund të jesh 50 me 50, 60 me 40, I don't know, por ai vë lekët, ti vë idenë dhe punën tënde, por pa marrë përsipër risk në dështimin e këtij biznesi. Këtë i këshilloj një person që e ka një ide të fortë, një ide të mirë për të bërë biznes, mos shko për të futur në borxh, por gjej një person që ka aq shumë lekë sa se ka problem të rrezikojë. Se ka problem që dhe që të besoj tek ideja jote. Kuptoj. Por që ta bësh të, duhet futesh në rrjetet e njerëzve që i kanë këto mundësi. Dhe që të futesh te këto rrjete, duhet t'i japësh diçka, duhet njerëzit duhet vetëm të marrin. Po. Ora çfarë do japësh herë? Më jep diçka që të marrësh diçka. Si ai bujku që shkon punon tokën, do të shkon aty edhe i thot tokës dil. Po nuk funksionon kështu, duhet gërmosh, duhet vesh atë, duhet presësh, edhe do dali. So that's it. Pra, po më thu që është më mirë me bë një biznes me ortak apo vetëm? Unë do shkoja me ortak, por i qartë, deri në detaje. Okay. Problemet ndodhin unë kam pas biznese me ortak, dhe diçka shon rregull. Problemet ndodhin kur nuk qartësohen. Ne mendojmë se, domethënë edhe bëhet muhabeti alla shqiptarësh. Hajt moses. Edhe plak, unë duhet ta di me saktësi se do bëjmë një kompani bashkë, do bëjmë një projekt bashkë. Çfarë është detyra ime në këtë projekt? Sa është vlera ime në këtë projekt? Sa është kuota ime që do marr mbasi të fitojmë këto lekët në këtë projekt? Dhe çfarë është e jotja? Do çfarë bëj unë, çfarë bën ti, kur e bën dhe si e bën dhe çfarë ndodh nëse se bën? Më kujtohet një mësim që kam marrë nga Mimoza Sadushi, është një zonjë e mrekullueshme, është kryetar e dhomës noterëve të Tiranës, atë Shqipërisë. Kemi qenë duke bërë një kontratë me një vlerë konsiderueshme, edhe po diskutonim isha unë bashkë me një shok, bashkë dhe të kem shokët. Dhe po bënim një kontratë për një projekt, për blerjen ose vendosjen e një pune në punë. Edhe unë në një moment i them kur po bënim ato pikat, ato nenet, një moment i them hajtë më s'ka problem, se nuk është se do Allah shqiptarëshe. Po, nuk është se do zihemi, ose do ndodhi ndonjëherë ky problemi. Edhe ajo më pak kështu lasër lapsin. Edhe tha, atëherë mos e bëj kontratën, tha mu. Urdhëroi tash unë, shiko tha Armal. E vetmja arsye pse ne bëjmë kontratën tani është që parashikojmë kur ju të dy do shkoni keq. Kur ju të dy shkoni mirë, asnjëri s'ka problem. Problemi është që ne këtu në kontratë e bëjmë këtë që të parashikojmë se çfarë do ndodhi kur gjërat shkojnë keq. Se nëse atëherë mendon që gjërat nuk do shkojnë keq, ose nëse shkojnë keq s'ka problem, mos e bëj kontratën fare, as të duhet. Big lesson. Edhe unë thash, sorry, çfarë do ndodhi thash unë nëse ky s'mi e lekët. Interesante. Ose unë s'ja jap lekët. Para se të kalojmë te mendon ndryshe fito. Tek libri Rich Dad Poor Dad, libri i parë që kam lexuar 16 vjeç, edhe më ka kështu, shpërthy horizontin. Aty thoshte që njerëzit e varfër në mindset thonë që lack of money is the root of all evil. Do të thonë, burimi nana tana xezave është leku. Por në fakt njerëzit e pasur në mindset thonë që mungesa e lekut është nana tana xezave.
të shëntyar mal të pys. A është leku nona të naxezave? Jo, nuk besoj që është leku e jëma. E thash shumë me dialekt shumë e jugu, e ema. Leku amplifikon atë që ti je, Okay. edhe të vënë pa gjitha ato virtyte që ke, domethënë të jep zë asaj që ti je. Kemi pa njerëz që kanë lek edhe janë shumë të poshtër, edhe janë bo edhe më të poshtër, sepse kanë qenë të poshtër. Por kemi pa njerëz që kanë lekët dhe janë njerëz shumë të mirë, sepse në thelba ata kanë qenë të mirë dhe thjesht leku amplifikon atë që ti je. Kështu që unë besoj që lekët e përmirësojnë jetën e njerëzit, por në të njëjtën kohë amplifikojnë brendësinë tënde. Të kuptova. Në fillim kur kam pas bërë trajnime për brende personale, edhe për content creation, thoshte ai që you are as good as your last video. Pra ti je aq i mirë sa video jote e fundit. Edhe më kujtohet diçka se shqiptarët ne e kena si shprehje për shembull. Unë jam i pari që kam sjell, ku diun, makinën në Tiranë. Unë jam i pari që kam hap filan dyqan në Shkodër për shembull. Në Ballkan. Po, Në Ballkan. Po, para 20 viteve kështu. Edhe gjithmonë kanë bërë përshtypje, a mjafton ne të bëjmë një goditje të madhe në jetë edhe të krenohemi gjithmonë me të, apo të jemi gjithmonë në kërkim edhe në ndërtim diçkajet. Këto rekordet që vendosen janë shumë të mira, edhe unë i kam sa rekorde, po kam kuptuar që një 2 ditë ma. Si interesant ku e mon me në veshti pas dhe. Sidomos tani me këtë vrull ose këtë zallamahi që po ndodh në rrjetet sociale etj. Sot i javë pas dole Instagram ose në televizor, njerëzit harrojnë. Një javë mos dalësh në televizor, ku të kam patur? Unë kam 20 vjetë që dalë, 30. Kështu që mendoj që njerëzit duhet të jenë të vëmendshëm për flas këta që duan të rrisin brandin personal etj. Dhe t'i kushtojnë vëmendje anës së tyre publike. Jemi të kujdesshëm në këtë gjë, sepse social media, Instagrami jote është media jote, është televizioni jote. Po. Kështu trajtoje. Dhe po jam dakord me atë shprehjen që sa video jote e fundit dhe çka ke bë kanë hik për 5 minuta. 5 minuta. Pas 5 minuta ka bë scroll ai, e ka marrë vëmendjen diku tjetër, as se di kush je fare ti. Biles është edhe një kështu tani që si teknikë që e bëre një video të mirë, hidhe prap mas një muaj. Okay. Pastaj mas një muaj tjetër hidhe prap. Ke drejtë të hedhësh deri në 4 herë të njëjtën video, sepse është e sigurt që njerëzit që kanë pas interes. Jo, njerëzit e faqes tënde, jo të gjithë e pan atë kur e hodho herën e parë. Ma edhe këta që do e shohin tash janë të tjerë, po edhe nëse janë ata që e kishin pa një herë, e kanë harru. Do e shohin prapë si diçka të re. Kjo quhet riciklim. Edhe unë e bëj shpesh të. Për shembull, nxjerr video për shembull kam bërë nga para një viti ose edhe 2 vjetësh. E njëjta video thon sa bukur e kishe foltë. Unë kam pëlqeu kjo që the të dielën. Unë e kam dhënë atë para 2 vjetësh. Ai e merr tash dhe it's fine. I mean, pse mos ta bësh? Interesante. E një gjëmë shpesh shprehen investoj të vetja. A mund të më thush konkretisht ku të investoj të vetja? Që të bëj gjona specifike? Nga gjoksi e lartë. Jo, më ka njerëz që investojnë ke gjoksi, ke pamje fizike, ke buzët, ke flokët, etj. Cila është ajo vlerë e cila ti do vendosësh tek vetja jote që do t'japi ty efektin më të madh, që do ta kthej ty investimin. Do të thënë, vetja jote është biznesi jot më i madh që ke. It's your business. Çfarë fut këtu brenda ose këtu brenda do të prezantohet dhe ti e dielli asaj që ti të rrethon. Ka shumë njerëz çuditshëm që nuk investojnë tek veta dhe kanë po sa biseda me sa po themi punojnë kompanie që punojnë diku edhe thonë i them hajde ky trajnim do të bëj shumë mirë, trajnim biznesi për shembull. Thot. Të viun trajnim, trajnohem unë të fitoj lekët bosi.
I them po mirë, po i ke ti nga puna, këtë trajnimin që e ke ti këtu. A do ta marrë bosi apo do e kesh ti gjithë jetën? Ja. Fiton bosi, po u trajnova unë. Edhe nuk investojnë ke vetja. Por është një studim që është bërë dhe është e vërtet, është që njerëzit punonjësit. Don marrin me këtë, edhe shive kape veten ku nëse jetë ky grup njerëzish. Shumica e punonjësve, 90% e punonjësve investojnë tek vetja ose trajnohen deri në pikën që nuk pushohen më dot nga puna. Që do të thotë, unë mësoj deri në pikën që me këtë informacion që kam, me këtë rritje zhvillim që kam, trajnim që kam, a jam rregull, rrim punën, pushojnë nga puna? Jo, atë kaq këtu të rrim, këtu. Nuk duam më lart, s'ka problem. Kështu që nëse je ke ky 90% i njerëzve, hajde. Mendon ndrysho fito. Pse pikërisht ka këtë kronologji? Sepse unë si përmarrës i ri të fitoj herë valla, pastaj do ndryshoj më vonë. A funksionon kështu apo? Hajmi e bujrum nëse e bë kështu Anastasieltas boje nëse kap dot këtë me fituar në fillim. Por si është rruga saktë? Rruga saktë është që un kam bërë një hartë në të cilën un i udhëheq njerëzit në një udhtim 2 ditor. Për 2 ditë me radhë njerëzit vinë në një sallë të mbushur plot. Këtë radhë do jetë në 15-16 nëntor, 2000 vet do jenë atje. Zamir Mane, Vasil Naçi, Ethem Ramadani, Sheikh Husseini e të tjerë do jenë pranishëm në këtë event si të ftuar special. Dhe un kam një le të themi një hartë në të cilën i udhëheq njerëzit për 2 ditë me radhë dhe kjo hartë ndahet në 4 pjesë. Pjesa e parë është mendo, ku unë tregoj variantin tim se si mund të mendojnë njerëzit dhe nëpërmjet disa teknikave, disa pyetjeve, disa historive i çoj fokusin njerëzve që të mendojnë në një mënyrë të caktuar, sepse problemi i madh që kemi neve është që nuk dimë si të mendojmë ose mendojmë gabim. Edhe kjo pikë është fillestare, domethënë çfarë do mendoj olla? Dhe njerëzit dinë çfarë të mendojnë. E dyta është përcakto. Pra, mbasi ne kuptojmë mënyrën se si mendojmë, dhe po të them që ka një mënyrë, për shembull, është ky Keith Cunningham, është një nga trajnerët e Tony Robbins, është ai që ka bërë librin The Road Less Stupid, rruga më pak idiote për biznes, për super financier, për mjeshtër për financash. Edhe është këto business masterat e Tony Robbins, një trajnim i atij për shembull, vetëm një trajnim i atij bën 30.000 euro për 5 ditë. Dhe na ka shpjeguar ditë koncept që unë s'e kisha ndjekur kurrë në jetën time. Dhe quhej thinking time. Edhe tham, çfarë është kjo thinking time? Thinking time është një koncept që ti cakton një orë, nga ora 6 deri në 7 për shembull, të mërkurën, unë do ulem të mendoj. Wow. What? Yes, edhe sa hapni ato agjendat, edhe gjithë për shumë agjendat i kemi plot me takime, me gjëra me kështu. A ka ndonjëri në një pikë aty ku thuhet nga kjo orë në këtë ditë unë do mendoj për këtë gjë. Edhe asnjë se kishte edhe unë kam filluar ta përdor këtë teknikë, se është shumë e gjatë si trajnim, edhe s'mund ta them tu tani, po e shpjegoj në trajnim. Por kur ti ke një problem, kur ti ke diçka që nuk po e zgjidh dot, kur ti ke një gjë që të streson gjatë gjithë kohës, ajo që duhet bësh është jo të mendosh në atë moment për këtë gjë, edhe të përpiqesh ta zgjidhësh kot, por të lësh një orar dhe në kalendarin tënd vendosësh që të martën nga ora kaq deri në këtë orë, nga ora 4 deri në 5, unë do mendoj për këtë gjë. Dhe ti ulesh ke tavolina jote, madje është një ide shumë e mirë që tavolina jote e mendimit të përdoret vetëm, nëse ke një zyrë ose ke mundësi për shkak të kesh një dhomë në të cilën ti të ulesh vetëm kur të mendosh, sepse në këtë mënyrë e trajnon dhe trupin tënd. Asocion, si më thon. Patjetër, bëhet krijon këto paternat, lidhjet, modelet. Që unë kur ulem këtu, s'kam telefon, s'kam televizor, kjo dhomë s'ka televizor, është libri, është kjo fletorja e mendimit, është stilolapsi i mendimit, është karriga e mendimit, është tavolina e mendimit. Dhe unë sa ulem këtu gjithë trupi im e di që unë do futem ke kjo tavolinë dhe unë do mendoj. Edhe ti ulesh aty dhe vendos një intention, vendos një për çfarë do mendoj. Edhe shkruaj, unë do mendoj se si të zgjidh këtë gjë. Dhe ulesh aty dhe rri vetëm te kjo gjëja. Edhe shkruan çfarë do të mendimet që të vinë. Dhe për një orë ti nuk je i liruar të çohesh.
nuk je I lejuar të çosh. Edhe ti shkruan gjitha mendimet. Unë premtoj që mas një ore ti do kesh zgjidhjen e këtij problemi. Edhe kemi pas shumë herë sa sfida gjëra dhe ka ndodhur kjo. Edhe unë them shiko. Martën orën 4 unë do ulem të mendoj për këtë punë. Dhe në orën 5 e 1 minutë ti do kesh përgjigjen për këtë zgjidhjen e kësaj pyetje ose këtij problemi. Funksionon. Se u zgjata pak, po kjo është pika e parë, mendimi. E dyta është përcaktimi. Ku ne I çojmë njerëzit në një gjendje që e para të lirojnë një herë dëshirën që po unë du diçka valla nga kjo jetë. Se me kap dikë për shembull më thon ç'a do ti nga jeta? Ore më ç'a dush, kërko ç'a do. Edhe njerëzit dinë ç'a duan, edhe pranë s'marrin asgjë. Dhe bëjmë një listë me çfarë duan, pra bëjmë një përcaktim. Pastaj ditën tjetër ne futemi në 2 milestonet e tjera të këtij trajnimi që quhen ndrysho. Nëse do të kesh diçka që nuk e ke, duhet bësh dikur që nuk je. Që do të thotë, duhet ndryshosh. Atëherë pjesa më e rëndësishme e këtij trajnimi është ndryshimi, riprogramimi, sepse ajo që unë di nga realizimi I qëllimeve është që qëllimi më I madh nuk është që ti të marrësh qëllimin, që ti të arrish atje, por qëllimi më I madh është personi që ti duhet bëhesh që ta arrish atë qëllim. So, rregulli është ky. Të gjitha qëllimet e tua do të realizohen, do të shfaqen të realizuara në atë moment që ti ke aq shumë vlera sa nuk të duhet më të arrish atë qëllim. Është çik triki, po kush duhet bëhesh ti? Dhe aty ne bëjmë sa eksperiencë, ka sa momente çik vështira, që janë shumë vështira, ka të bëjmë atë vrasjen e vetes vjetër. Ose besimet që na pengojnë, janë besimet kufizuese. Pra që unë s'kam për të bëu kurrë. Unë s'ja dal asnjëherë, unë s'mundem, unë se meritoj etj. Domethënë këto janë besime kufizuese, ne I shkatrojmë dhe ndërtojmë besime fuqizuese, të kundërta e këtyre. Dhe këto bëhen nëpërmjet disa ndërhyrjeve në çik të thella, ku ne I marrim leje njerëzve sepse fiken dritat, bëhet black, vendosen sa muzika, dhe njerëzit shkojnë sa gjë dhe futen thellë brenda vetes për të bërë këto mindset shift në këtë që quhet riprogramimi I vetes. Dhe në fund, në pikën e 4 është vepro. Dhe ne I tregojmë njerëzve se si të veprojnë, si të marrin vendimin, si të bëjnë një hap, si të futen në zonë. Dhe të bëjnë atë që kanë më shumë inat ose frikë ta bëjnë. Sepse domethënë guximi është aftësia që ne përdorim përballë frikës, por si do ta aktivizojmë në këtë guximin? Është e para vetdia që unë duhet I shkoj dhimbjes përballë. Sepse në më të shumtën e rasteve, ajo që ne bëjmë është po e di këtë, dua këtë, ose sa niset për shkute ka ajo ti përvon, jo, kam siklet. Jo po unë s'mund, jo po për to, jo po kështu. Kjo që është dhimbje. Edhe çfarë bëjmë ne? Shmangemi, futemi ke zona jote e rehatis, e cila duket sikur na e bën jetën të rrahashme, por në fakt na e bën shumë të vogël. Edhe mbesim aty, edhe ka njerëz që shkojnë 80 vjeç, 90 vjeç vdesin edhe se kanë marrë vesh pse kanë jetuar. So që mos shkosh në këtë pikë, unë do të dorëzoj një hartë dhe për 2 ditë të tregoj mënyrën se si unë kam bërë sukses, mënyrën se si unë ndihem në progres të vazhdueshëm me jetën time. Dhe nëse beson që suksesi le gjurmë, atëherë ti mund të hesësh në këtë rrugë në sukses dhe të bësh një ditë sukses edhe ti. That's it. Ermal, je përballë pasqyrës. Edhe po shikon veten tonë para 20 viteve. Edhe ai po të shikon ty. Sot një person I arritur që ndihmon edhe të tjerë të arrit suksesin, të arrit vetëpërmushjen, me ndryshu ato patterns të gabuara në jetë. Çfarë mendon se do thoshte Ermali para 20 viteve? Ka qenë një periudhë e vështirë ku unë nuk kisha besim ke vetja, ose më keq akoma, besoja që gjonat nuk do shkojnë aq mirë. Dhe sigur të kisha dikë për shkak që të më tregonte para 20 vjetësh mënyrën se si unë mund t'i bëj hapat në rrugën drejt suksesit, patjetër do kisha shkuar më shpejt, më lart dhe me më pak dhimbje. Por përsëri jam I lumtur, jam I njohës që I kam kalu këtë, se kjo ka qenë rrugtimi im, kjo ka qenë journey im. Edhe në këtë udhtim un kam marrë shumë mësime që jetë të cilat jam shumë I njohës që dhe jam krenar t'ja transmetoj të tjerëve. Kështu që besoj
Në fakt më kam sa eksperienca që ti thu pasqyrë, po unë kam parë atë Ermalin e vogël në të vërtet, në këto në meditim kemi qenë në Tony Robbins, edhe është ajo nëse e ke dëgjuar ajo vetja jote e vogël, your inner child e tjerë. Edhe unë besoj që kam bëjt takime atë Ermalin e vogël dhe kam shkuar atje, kam qetësu, edhe më përqafu dhe kam thonë shiko, ne doja dalim, ose më saktë ne ja dolëm. Mos u shqetëso për asgjë gjë. Gjithçka shkojë mirë. Unë do kujdesem për ty. Nuk e pse ke frikë, nuk e pse ke dyshim. Just be happy. Edhe ka qenë shumë çliruese. Edhe besoj që më ka bërë një lloj le të them transformimi të brendshëm në nivel shpirtëror, që ndikoi menjëherë në mënyrën se si unë e shikoja jetën time, veten time. Edhe uroj shumë që secili nga ata që po na ndjekin sot ta përjetojë një herë të paktën një herë këtë ndjesi. Ermal, noll një blackout në internet. Edhe zhduket çdo trajnim i joti, çdo mësim, çdo video, çdo mentorship që ke bë. Çfarë do doje që njerëzit mojnë mend për të jetë, mësimin kryesor? Unë kam shumë trajnime që i kam atë në platformën tonë, edhe që ndiqin nga grupet e Platin Members, po njerëzit do doja të banin mend këtë trajnim, mendon të shofito. Është my favorite. Super. Shumë faleminderit që erdhe. Faleminderit që na suporton. Do vi. Mos prit se do vi. Shumë faleminderit. Thank you. Ermal, çfarë është varfëria për ty? Varfëria për mua është një shterimi i shpirtit, më shumë se sa shterimi portofolit. Besoj që në kohët që jemi ka ka shumë mundësi që ti mos ish i varfër edhe financiarisht. Dhe ka kaq shumë, për shembull unë di që nuk ka njerëz, ne duam për shembull të punsojmë njerëz, nuk ka njerëz për të punësuar. Dhe besoj që varfëria, njerëzit më të varfër janë dembelët. Ka 3 lloj dembelësh në planet. Janë ata që janë dembel, janë ata që janë shumë dembel, dhe janë ata që janë dembel të lindur. Kështu që për mua kjo është varfëria më e madhe. Okej. Ermal, tek trajnimi mendon ndryshe fito. Unë do vi. Po më garanton që jeta ime do ndryshoj vërtet? Jo, nuk të garantoj. Po se t'ja bëj unë tash? Absolutisht. Unë jam prehur që jeta do ndryshoj. Jo, ti mos hajde, nëse jemi me këtë ide, sinqerisht nuk ne garantojmë njerëzit që do ulesh në një vend, do dëgjosh, do bësh sa ndryshime, por është në dorën e gjithë secilit që, ose më saktë në perceptimin e gjithë secilit që të marrë më të mirën ose më të keqen e këtij trajnimi, ose ta interpretojnë në forma të ndryshme. Por nëse je me këtë gjendje mendimesh, e di që si e, po flas për ato që mund të jenë, i them mos hajde fare, sepse as nuk na duhesh aty, as ne nuk të duhemi ty. Një histori ose një rast që nuk e ke thënë asnjë vend tjetër, por që vërtet dikujt i ka ndryshuar jeta. Unë e di që janë shumë. Janë shumë, po sigurisht që përderisa nuk e kam thënë, po pra. nuk e them dot tani, por që ka pasur sa, le themi, njerëz cilët kanë pasur sa drama të mëdha në jetë ose disa bllokime emocionale që nuk kanë ditur të realizojnë, si të zgjidhin, dhe në këto trajnime nga kjo frekuencë që krijohet atje, nga kjo energji, arrin që të bëjnë sa ndryshime në mënyrën se si e interpretojnë atë që ka ndodhur për të lëvizur përpara. Pra e gjejnë forcën, ndoshta edhe nga njerëzit që kanë atje afër, ndoshta nga historitë që tregohen, ndoshta nga gjendjet në cilët futen, që shpërthejnë me brohrima dhe kërcime, që të gjejnë një mënyrë, gjejnë një forcë për të lëvizur përpara. Sa e rëndësishme është familja në zhvillimin edhe suksesin e një personi? E kam fjalën për fëmijët edhe bashkëshortën, familja e vogël. 100% është e rëndësishme. Ka njerëz që zgjedhin të bëjnë karrierën dhe e lënë bazdore familjen, por për mua personalisht është vlera më e lartë që un kam renditjen e
vlerave të mia dhe kujdesem që ne jemi gjithë si një skuadër, edhe sigurisht që secili kujdeset për gjithë Për pjesën gjithë tjetër. Do preferoje që një ditë për shembull djali yt, kam pak pyetje çuditshme, të punonte kur është student, për shembull kur jetë student, të ishte një kamarier. Po, përkundrazi, jo do sugjeroja fort që ta bënte këtë gjë. Unë kam punuar 3 vjet kamarier dhe besoj që ajo ka qenë një shkollë shumë e fortë që unë kam bërë, kam kuptuar personalitetet e njerëzve, kam mësuar se si të komunikoj më mirë, kam marrë një lloj trajnimi jetësor për mënyrën se si ti përballoj sfidat, idiotët, poshtrit, njerëz të kulturuar. Pra, kam marrë një shije të jetës në atë moshë që besoj që është një ide shumë e mirë për njerëzit që të punojnë sa kohë kamarier. Shkollë shumë e mirë. Yeah. Edhe pi kafe pa lek, pastaj. E ke përfshirë. Unë kam përshtypjen që njerëzit e pasur, për shembull, kanë disa shije të çuditshme. Ti Ermal, nuk e di sa i pasur je, po kur ke ngrënë fasule për herë të fundit? Partije, kishin bërë në shtëpi. Edhe janë me çaj shoqëron? Shumë e mirë. Me qep edhe me djath. Me spec djegës? Edhe me turshi, patjetër me spec djegës. I edhe dhe kështu aceto dhe vaj ulliri brenda në grosh. Okej. Edhe një pyetje, një këshill. Sigurisht edhe pastërmat do ishte shumë mirë. Okej. Na shkoj goja lëngë. Po mund të shmodesh me këtë pyetje. Po, unë s'kam qenë drek sot. By the way. Je me det. Kam po përpiqem që të shkoj kështu mos. Para trajnimit. Patjetër, mas trajnimit. Çfarë datë është trajnimi? 15-16. Okej. Tani ne kemi një pyetje që ja bëjmë gjithë të ftuarve kur vinë në podcast. Të rinjt po largohen dhe ndonjëherë dhe të ikin nga Shqipëria për të parë ato sfidat si janë jashtë vendit. Ti çfarë do këshilloje për të rinjt sot? Secili e zgjedh vetë atë të ardhmen, edhe udhëtimin e jetës. Unë do më pëlqente që njerëzit të kthehen në Shqipëri, që ta gjejnë këtu karrierën edhe ti realizojnë këtu ëndrat, do më pëlqente shumë. Edhe besoj që Shqipëria ka shumë potencial tani edhe me turizmin dhe me këto investimet që po bëhen, por nëse vendi ku je nuk të pëlqen, lëviz, se nuk je pemë. Domethënë, nëse nuk po funksionon diçka, ndërprite, bëj diçka tjetër, derisa të bish rahat. Në trajnimet e tua, shpesh herë kam parë Shekin, e kam pasur në podcast, dhe jemi shumë të lumtur që e kemi pasur këtu, por nuk kemi pas zotin Vasil Naçi edhe Samir Manen. Po. Si është bashkëpunimi juaj me ta? Po, nuk është se kemi një bashkëpunim, me thonë drejtën. Ata janë të ftuar gjithmonë? Jo, nuk janë gjithmonë. Okej. Shpesh i kam ftuar, po nuk është se kemi një kontratë ose diçka, jemi thjesht miq. Dhe unë ata të dy i kam si mentorët e mi. Vasili më ka ndihmuar për që po bëj pjesën e trajnimeve, që të futem në këtë rrugë. Ka qenë një dritë e madhe ku më tregoi dhe ku të fokusohesha për të bërë edhe unë trajner. Zamiri po ashtu ka qenë një nga mentorët e mi që më kanë ndihmuar dhe më ka udhëzuar për të bërë sa hapa të sigurt dhe të zgjuar në biznes, ku kam fituar shumë prej këshillave të tij. Dhe sigurisht unë ndjehemi nderuar, i nderoj kur i ftoj në këto skena dhe krijoj mundësinë që ata të ndajnë eksperiencën e tyre me njerëzit të cilët duan të mësojnë më shumë për biznesin. Ndërsa Sheki është, unë i them my big brother, sepse e kam me vërtet si një vëlla të madh, edhe kalojmë shumë kohë bashkë, më shumë se sa me këta 2 milionerët, me thonë drejtën. Dhe kënaqemi shumë me Shekin. Okej, Ermal, unë falenderoj, nuk duhet marrë shumë kohë. Me këtë pyetje, se ka shpesh, po pra, se edhe pa buk, po na. Ky na solli këtë pa çokoladën e ka ngrënë Xulio. Ermal, faleminderit edhe do shihemi në trajnimin tënd të
Jeni shumë të mirëpritur të gjithë si staf, mund të merrni edhe këto kamerat edhe Po, nuk shkojmë në asnjë vend pa kamerë. Shumë mirë, se ja ufshin ai montazhieri pastaj. Jo.